Por ju keni patur disa çështje me kërcënimet iraniane në Shqipëri, apo jo? Keni hetuar disa raste me terroristët iranian në Shqipëri. Çfarë vlen të sjellim në vëmendje, zoti Beqi? Të gjitha ato që thash në diskursin tim të parë ishin të bazuara në hetime dhe në prova konkrete ligjore. Fakti që nëpërmjet drejtorisë antiterrorit, nëpërmjet shërbimit sekret shqiptar, nëpërmjet shërbimeve sekrete të autoriteteve tua e partnerët kryesor tanët, kemi realizuar këtë konkluzion që Shqipëria bëhej target së pari për shkak të faktit që ishte opozita iraniane, Meku që njihet në Shqipëri, e instaluar në Shqipëri. Dhe targeti kryesor për këto forca kudse që përmenda më parë, që ishin të forcat e gardës revolucionare të Iranit, ishte vetëm sulmi ndaj përfaqësuesve të Mekut. Dhe për këtë shkak, duke qenë se ato ndodheshin në territorin e Republikës së Shqipërisë, e bënin të cënueshëm territorin e Republikës së Shqipërisë për sa i përket sigurisë së qytetarëve të Republikës. Për këtë arsye, duke ju referuar hetimeve që ne patëm, arritëm në konkluzionin dhe në të dhëna konkrete që këto sulme që mund të bëheshin në Shqipëri me objekt të saktuar që ishin drejtues të Mekut, mund të sillnin pasojë edhe në qytetarë shqiptar, sepse sulmet mund të bëheshin në formën e akteve terroriste, ku mund të kishte edhe qytetarë shqiptar. Dhe pati të dhëna konkrete që mund të zhvillohen më konkretete që nga viti 2017 pa u intimiduar fare nga ajo që tha zoti Naço, sepse nuk po nxjerrim sekrete shtetërore, duke u referuar hetimeve, arritëm në konkluzionin që disa persona që vinin në mënyrë të drejt për drejt të sponsorizuar nga Irani, erdhën në territorin e Shqipërisë, kryen vëzhgime konkrete për të gjetur lëvizjet e drejtuesve të Mekut. Ekran. Struktura e cellulës terroriste, forcat Quds ka qenë publike në atë kohë, pasi u realizua operacioni i prokurorisë dhe i drejtorisë antiterrorit, ishte një grup personash që kishin ardhur me synim të posaçëm për të goditur drejtuesit e Mekut. Prej sa kohë hetuat ju? Ne kemi hetuar për rreth një vit, në bazë të informacioneve që patëm dhe nga partnerët, dhe në bazë të dhënave që mblodhi në terren Shërbimi Informativ Shtetëror dhe kryesisht Drejtoria e Antiterrorit, duke realizuar dhe një proces penal në Prokurorinë për Krime të Rënda, dhe gjatë këtij viti që ne hetuam, arritëm të parandalojmë një sulm që do bëhej në një festë fetare që do organizohen në Shqipëri në mars të vitit 2018, ku në atë festë do bëheshin akte terroriste me synime eliminimin e drejtuesve të Mekut, por në këtë rast do kishte edhe dëme ndaj shtetasve shqiptar se organizohej në territorin e Shqipërisë. Ku konkretisht? Festë fetare në Tiranë, në muajin mars, për të mos vazhduar më me hollësit më teshme, ishte festë. Jo, se janë detaje që mund të interesojnë. Festa në Vruzit ishte. Po, dhe bëhet fjalë në vende me që kanë Po, në vende që kishte grumbullime shumë të mëdha qytetarësh, pam që nga vëzhgimet e policisë kishte probleme edhe në qendra tregtare, ku këta persona kryenin lëvizjet e tyre, dhe për këtë arsye këta persona që ka marrë vesh publiku ishin shqiptar apo ishin iranianë? Jo, nuk kanë qenë shqiptar, kanë qenë shtetas të huaj. Janë të arrestuar këta, janë dënuar? Janë dëbuar dhe janë arrestuar në shtete tjera. Në bashkëpunim me partnerët. Sinjalizimet kanë funksionuar. Është parandaluar, jo kanë funksionuar, por janë parandaluar. Kanë patur dhe një tentativë tjetër disa muaj më vonë, edhe kjo është parandaluar nga forcat e antiterrorit shqiptar, por në këtë drejtim ishte drejt për drejti kundër opozitës që ndodhej në Republikën e Shqipërisë, opozitës Mekut, që ndodhej në Republikën e Shqipërisë, dhe kjo tentativë tjetër u parandalua. Dhe duhet të them që organet ligjzbatuese shqiptare i kanë në konsiderat, i kanë në vëzhgim të plot çdo element i cili kishte qoftë në mënyrë indirekte lidhje me Iranin. Siç u thash në pjesën e parë të diskursit tim, me hetime, jo me thasheteme, jo me informacione inteligjente, ne kemi arritur të kuptojmë që shteti Iranit në Republikën e Shqipërisë ka ndërhyrë në disa forma, përveç atyre fotot që ju nxorët që ata arritën të deportojnë në Republikën e Shqipërisë si një grup xhirimi i një televizioni që donin bënin një dokumentar X, ishte kamuflimi i tyre. Ne kemi arritur të identifikojmë dhe faktin që në Republikën e Shqipërisë shteti Iranit nëpërmjet pagesave të ndryshme ka krijuar lidhje edhe me persona të cilët mund të bënin disinformim të opinionit publik.
Dhe kjo ishte më rënd akoma për të kuptuar politikën e tyre që ishin futur thellë. Dhe në pasaj të bashkëpunimit që patën autoritetet shqiptare me autoritetet amerikane, po në atë vit janë realizuar dhe operacione të sukseshme dhe nga autoritetet amerikane përsa i përket azjesimit të liderëve kryesor të gardës revolucionare në Iran. E qartë, duhet pyes pak zotin Nacho. Ky mesazh nga ku nisi dhe ku është thelbi i kësaj teme ditën e sotme, është më tepër një mesazh që u drejtohet realisht qytetarëve apo një mesazh kryekput për institucionet shqiptare? Dhe këto të fundit si duhet funksionojnë në zinxhir për dalë kaq mirë te kjo që thot zoti Beqi? Ajo që unë pash nga inserti që u dhatë, informacioni i keni kërkuar ambasadës, kur thoshte që po bashkëpunojnë ngurësisht me organet lisbatuese të qeverisë. Besoj se kaq mjafton që kanë bashkëpunuar historikisht ata. Bashkëpunojnë, mbase mund të ketë mangësi në vende të tjera, po për sa i përket akteve terroriste, sigurisë kombëtare të jeni më së bindur që bashkëpunimi është në nivelin bimesatar me këta partnerë. Kanë arritur besimin të institucionet tona që t'i japin dhe të marrin informacion. Ajo që mund të them, s'kam për të folur më për këtë pikë, është që përsërita pak më parë, është që në çdo rast, nëse do mblidhet Këshilli Kombëtar ose edhe pa u mbledhur nga Presidenti i Republikës, duhet të ketë përfaqësues të opozitës që informohen. Unë ju pyet edhe pak më parë, është vendi tani, është momenti për të mbledhur, se ju thatë është mund të jetë çdo ditë, mund të jetë çdo muaj, po ky rast. Unë besoj që institucionet legislatuese informojnë Presidentin e Republikës, informojnë kryeministrin, në takimin s'është thënë që mund dalin televizor dhe thonë një mbledhje, erdhi përfaqësuesi i opozitës, po nëse mblidhen ose edhe nëse nuk mblidhen. Mendimi im është që duhet të ketë përfaqësues të opozitës që të marrin informacionin në këtë drejtim, por mos marrin informacionin darkë, dalin në mëngjes që ta përdorin politikisht. Kur vjen puna te siguria kombëtare, unë besoj që jemi të gjithë në një emërus të përbashkët, duhet të tregojmë shtetar, të tregojmë adhetar, t'i mbështesim, t'i inkurajojmë dhe sekretet tona mos i nxjerrim në pazar. Qoftë në formën e analizave, deklaratave. A ulon një mendim për këtë që thotë zoti? Ju analizat hajde bëhet ku shkela unë. Ju mund t'i jepni, sepse ato kanë gjëra publike, çështje penale janë bërë publike. Mua nuk më lejohet të flas më shumë në këtë drejtim dhe besoj më mirë kuptoni dhe nuk kemi çfarë themi më në këtë drejtim. Nëse kemi informacion, ja japim organet legislatuese, tu kërkojmë që të jenë lartësinë e detyrës. Nga informacionet që unë di dhe që kam, mund të them që në këto çështje njësitë antiterror, qoftë të policisë, të shërbimit informativ, janë alert 24 orë, jo vetëm sot, po çdo ditë. Të bësh një analizë atyre që ka ndodhur, do të thotë që të realizosh një proces reflektimi për të parë se si duhet të heci më tej. Dhe për të parë se si duhet të heci më tej në analizën e procesit të reflektimit për një dosje e cila ka patur rezultate konkrete nga drejtoria antiterrore dhe nga tërë organet ligjzbatuese shqiptare, arrim dhe në një konkluzion tjetër. Sa të përgatitur jemi sot dhe këtë ne si qytetarë të paktën duhet ta ngrem zërin lart, që të themi sa të përgatitur jemi sot, atëherë le të fillojmë të analizojmë çdo element i cili ka lidhje me makron dhe jo me interesa konkrete dhe jo me informacione konkrete. Atëherë, sot që flasim, a kemi një strukturë e cila në prokurorinë shqiptare duhet të hetojë një akt të mundshëm terrorist. Dhe me që jemi te organet ligjzbatuese dhe ke dëshira e parlamentit që mos arri të ketë probleme për nxjerrjen e informacionit, atëherë zoti Nacho unë po ju them, nga reforma që u bën në drejtësi, prokurorisë për krime të rënda që u kthyen në prokuroritë posaçme, ju hoq si kompetencë kryerja e akteve terroriste, hetimi i veprës penale të kryerjes së akteve terroriste. A i shërben kjo situatë sot? Sigurisht që nuk i shërben, sepse po në raste konkrete dhe në dosje konkrete që ishin bërë publike, ne nuk kishim as organizat kriminale, as organizat terroriste, as grup strukturuar. Po kishim disa persona që po kryenin një akt terrorist. Dhe nga pikpamja procedurale, ju e dini shumë mirë se unë, në rast se sot do ndodhë që drejtoria antiterrorit duhet të referojë kryerjen e një akti terrorist, duhet të referojë në një prokurori të jurisdiksionit përgjithshëm. Dhe kompetenca, profesionalizmi, jo se mungon prokurorisë i jurisdiksionit përgjithshëm, po prokuroria e posaçme është ajo e cila duhet t'i dalë për zot dhe përballë një situate shumë më të rëndë. Sot që flasim, minimalisht kanë bërë një hap prapë infrastruktura ligjore, sepse
Komisionet që u ngritën për hartimin e reformës, nenin 230 që është kryerja e akteve terroriste e hoqën nga prokuroria e posaçme dhe ja quan prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm. Atëherë, a nuk mund të bëj unë një analizë për një dosje që kemi patur në prokurorin për krime të rënda që ishte për kryerjen e akteve terroriste dhe që pati një rezultat dhe për të cilin do të mburreni jo vetëm ju, por çdo shtetar, siç thatë ju, që u parandalua një akt terrorist, dhe a nuk mundet të themi që sot a jemi të përgatitur që ti themi prokurorisë posaçme këtë dosje me akt terrorist me një person të vetëm, a mund ta hetosh ti? Ju jeni vetë dëshmitari dhe jeni iniciatori që na keni mbështetur në ndryshimet ligjore, sepse kjo dosje nuk është sekret, ka nisur pasi ne ju kërkuam që të ndryshoni ligjin për luftëtarët e huaj, ajo që quhet e luftëtarëve të huaj, dhe për këtë arsye ka filluar kjo çështje penale, si ishte momenti kur u shkatrua ISIS, kur të tërë organizatat Al-Nusra e të tjerë që kishin rreth 200, mos gaboj me shifrën, shtetas shqiptarë që ndodheshin në territoret e tyre që po luftonin për ta, duhet të përgatisnim një kuadër ligjor dhe ju na mbështetet në çdo drejtim. Dhe tash i kemi një hap prapa, kjo mbështetje që ju dhat, ky ndryshim ligjor që u bë dhe në kodin penal, të gjitha u përjashtuan nga prokuroria e posaçme. Këtu duhet të diskutojmë. Jo, s'është përgjigje, është diskutim. Ky është problemi. Prandaj përgjigjja ime është për zotin Betë, po dhe A jemi përgatitur dhe tani kemi një hap pas, thot, ne kemi hartuar dhe miratuar strategjinë kombëtare për sigurinë në kuvend, janë përfshirë të gjitha institucionet, qoftë dhe partnerët, e keni të miratuar, të debatuar, dhe sigurisht ka një strategji për sigurinë kombëtare. Pra të që thotë zoti ju e pyetët me të drejtë dhe tha që ne i dëbuam ata, pra s'ka patur çështje. Jo, çështje ka patur, është me numër çështje. Po, është çështje, mund t'u tregoj. Konkluzioni është se partnerët e huaj i morëm për arsye të tjera, të cilat juve refuzuat të thoshit gjëra shumë të lehta. Unë refuzoj të them gjëra shumë të rënda sepse u përdorëm për tjetër arsye. Përdorëm mjetet procedurale duke ja dorëzuar dikujt tjetër në territorin tjetër për të vazhduar hetimet e mëtejshme. Sepse me aq sa njohun ligjin, në një shtat të kodit penal, nuk ka ndonjë informacion që ngjarje të ndodhin në Shqipëri, akti terrorist, dhe ti t'ia dërgosh diku tjetër pa adresë. Unë isha i kujdesshëm nëse ju e keni dëbuar, u parandaluar. Unë prej vitesh në prokurorinë përgjithshme ka mbuluar akte terroriste. Është parandalim. Ka mbuluar akte terroriste dhe kishim shumë pak çështje, po kishim shumë informacione që shkëmbenin me partnerët dhe me institucionet tu. Kishim shumë pak çështje, numërohesh me gishtat e dorë, po kishin shumë informacione që shkëmbenin. Çështje është në arkiv. Çështja është në arkiv, nuk flasim kot. Në rregull, informacion se ashtu ka sa duash. Nuk është informacion, është çështje penale. Është procedim penal. Nuk i që nuk kemi ekspert për me vazhdu çështjen. Kjo është ajo që po thua, apo jo? Po them që nuk është vendosur në kompetencën e duhur për të vazhduar çështje.